Partia Demokratike ka reaguar pas arrestimit në Francë të biznesmenit Ermal Beqiri duke ngritur pretendime për një çështje që sipas saj lidhet me kontratat publike, sektorin e teknologjisë dhe mënyrën e menaxhimit të fondeve shtetërore. Gazelia Blu, kryetari i PD-s Belind Klliçi deklaroi se rasti kërkon një verifikim të plotë nga institucionet e drejtësisë duke përfshirë jo vetëm veprimtarinë e biznesmenit, por edhe çdo përgjegjësi të mundshme që mund të lidhet me vendimarrjen politike. Ne nuk mund të rrim pa vënë re dhe një rasti apo ironi të gjërave. Janë gjithmonë shërbimet e huaja që kryejnë ndjekjen, hapin dosjet dhe bëjnë arrestimin e kriminalëve shqiptar. Kjo shpjegon shumë ose për paaftësinë, ose për korruptimin e institucioneve të sigurisë shqiptare, që janë kthyer në anekse të pushtetit dhe jo më në zyra të shtetit shqiptar. Klliçi u ndal edhe te aktivitetet private të Beqirit, përfshirë përdorimin e një avioni personal dhe kompaninë që operon në fushën e aviacionit, duke ngritur pikpyetje për burimin financiar dhe lidhjet e tij me sektor të ndryshëm të biznesit. Ermal Beqiri nuk duhet jap llogari vetëm për qindra milion euro të grabitura nga qytetarët shqiptar, jo vetëm për pegmarrjen e Daniel Shimës, jo vetëm për skemat që e bëjnë atë qartësisht një antar të denjë të një organizate të strukturuar kriminale, por edhe për përdorimin bashkë me Edi Ramën të dhënave qytetarëve shqiptar për sistemin e patronazhimit e shumë afera tjera. SPAK në fakt po bën sikur po e heton shtetasin Ermal Beqiri dhe nuk po heton as pak padronin e tij Edi Rama. Dhe çdo hetim që nuk çon tek padrinoja, ashtu si shumë të tjerë, është punë gjysmake, mosbardhje e të vërtetës dhe mosvendosje e drejtësisë në vend. Partia Demokratike kërkon që autoritetet të zbardhin të gjitha rrethanet e çështjes, ndërsa pretendon se përgjegjësitë nëse konstatojnë shkelje nuk duhet të kufizohen vetëm te individët e përfshirë drejt për drejt në procedime penale.